Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Është kënaqësia ime e madhe me qenë se kam pushuar një muaj ditë. Thash se është kënaqësi pak të pushoj e të çlodhem edhe ta filloj këtë vit të mbar. Dua ta filloj këtë vit të mbar me gjeneratat e reja, që kanë arritur sukses këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë një organizatë Kosova Global Talent Center, cilët që kanë bërë një organizim dhe kanë ardhur në Orlando të Floridës dhe kanë marrë pjesë mbi 20 shtete, mbi 300 nxënësa. Është kënaqësia e madhe jonë që Kosova jonë gjithmonë të është përpara të fiton me këta djem, me këta bukurosha që me të vërtetë është kënaqësia jonë që t'i kam unë këtu në studio. Do të flasim me Gjinin edhe Lumin. Gjini, çfarë emocione e shpash zotin kur e takove kryeministrin? Çish ishte ajo fare emocionet? Po, jam ndjej shumë krenar që domethënë kemi arrit me ardh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me përfaqësu Kosovën, sepse domethënë në anë të dijes është koza e veçantë me përfaqësu si shtet Kosovën. Nga keni marrë këtë dhunti që t'jeni kaq suksesshëm? Kush ju ka nejt mi kokë mas shumë ti? Mami apo babi? Po, të prendë, nuk është të thonë prendë, të na kanë nejt gati, sepse nuk e dita që kemi na pyta mami a babi, të na kanë nejt gati, domethënë na kanë shty me marrë pjesë në gora, me ushtru kur morrin pjesë në gora, me u përgadit. Edhe mami edhe babi janë marrë me neve. Unë kam një informacion që dy printet tu nduket që nuk kanë flajtur as ka 3-4 orë gjomë për t'ja dalë edhe për të sakrifikuar që ju t'jeni në këtë vend në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk jeni vetëm hera e parë që vini nduket të 2 herë, por si e keni ndjej ato sakrificat e prindve to që nuk janë ndalë kur, me qenë se unë kam kontaktu dhe me mamin e juve, aja aq shumë është e insistune dhe inspirune që suksesi juve të mos ndalet kur dhe gjithë prind janë për fëmijët e vetë, po më duke se prindet tu janë diçka të veçantë për juve. Si e vlerësoni këtë gjallë ju? E vlerësojmë shumë edhe jam shumë krenar edhe me mua dhe me Lumin që kemi arrit domethënë me dojë kaq mirë në këtë gora edhe me pos arsye pse me punu prind. Atëherë, do të pyes si kanë qenë emocionet e para kur ju keni garu edhe në Kosovë atje dhe keni ardhen me atë rezultatin e duhur që ju t'jeni pjesëmarrës në një vend të huaj. Duket nuk është kjo hera parë që dilni ju, duket keni qenë në disa vende. A ka mund që t'nej përmeni ato vendat ka keni qenë? Po, domethënë nuk është hera parë që po morrim pjesë në gora. Kemi marrë pjesë edhe në Amerikë, herave tjera, domethënë në New York, në këtë gorën New Science Olympiad kemi marrë pjesë edhe më herët, por kësaj here ka qenë në Orlando, domethënë një vend i ri. Përveç New York kemi marrë pjesë edhe në Itali për gjuhë angleze, në Egjipt për gjuhë angleze, në Holland në STEM për kodim, për shkenca, po këso here ka qenë domethënë në më e re në Florida. Do të dalmi te hera e parë kur keni marrë ato informacione që ju do të dilni, do të shkoni diku, si ka qenë ai përshkrimi për herën e parë. Edhe po më duket se ju aq shumë që pas keni dalë në përbotë, po më duket që duhet me qenë një moshë madhore që del kaq shpesh, po ju kaq të ri, kjo është një privilegj i madh për shqiptarinë tonë. Ka qenë disa ndjenja të përzira, domethënë sepse ka qenë pak frikë, sepse do të morrim pjesë, do të garojmë kundër shteteve të ndryshme, kundër fëmijëve prej gjithë botës, edhe domethënë është dashur me u përgatit goxha shumë, po tash gjatë herave të tjera jemi mësu pak me menaxhuar stresin edhe me u fokusu domethënë me ushtru edhe me kalu sa më mirë.
Atëherë ti apet më i rritën, po lumi si ki përjetu këto streset, këto farë emocionet, kur ke thonë që do dalën e para 300 zonësve, para 20 shteteve për para, edhe si ka qenë ai për shembull kur tu është vënu medaljonin në gjokës, si e ke prit ato? Po tash në gorat në fillim që kemi pos, ka qenë më stresuese se hera e parë. Po kemi qenë shumë gora, tash jemi mësu pak, palo ka stres, edhe ndjenja kur do të mi marrë medalje të shumë e mirë. Si jeni pritur prej njerëzve tjerë që kanë qenë në aty në garusë, kur jo që kanë qenë në shumë njerëz, shumë veta. Si jeni mirë pritur kur keni fitu, kur keni marrë medaljet e arta? Mirë shumë mirë prit. Me që si ju anglishtën e dini edhe si ju kanë pritën shtetet e huja? Në kam prit shumë edhe tash që është bërë dhe me thonë disa herë që po morrin pjesë në këtë gore dhe kanë po na njohin si Kosovë edhe po na dhe me thonë po na presin shumë mirë, po na falenderojnë që kemi arrit me rrikat shumë. A keni pasën edhe komente prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qenë se me të vërtet jo na i keni nxdrit fytyrën anëmban shqiptarisë ku jemi, jo të tërë grupi që keni qenë, që keni fituar atje, se nuk është, më duket që me sa e di unë është hera e parë që vinë një grup në se fitojnë krejt, kjo është një gjë shumë e pabesueshme. Po jemi mirë prit shumë mirë, do me thonë edhe ka qenë një ndjenjë shumë e mirë edhe shumë krenore që kemi arrit si shtet kaq i vogël me kalu kaq mirë në këtë gorë, do me thonë internacionale, edhe që kemi arrit me morë shumë medalje edhe me dalë në atje lartë edhe me morë shumë medalje të ndryshme në skenë. A bon të dim në çfarë land keni garuar dhe keni fitu? Unë kam marrë pjesë në biologji që kam marrë medaljen e ortë Best of the Best, në AI që kam marrë medaljen e ortë, edhe në matematikë që kam marrë medaljen e bronzë. Lumi? Unë kam marrë pjesë në matematikë dhe në inteligjencë artificiale. Në inteligjencë artificiale kam marrë gold dhe në matematikë bronzë. Wow, me të vërtet kjo është një fenomen i madh. Edhe si po mirë priteni prej shokëve t'juve atje në Kosovë, si po ju thojnë, apo ju thojnë ndaj gjë, kështu që a janë të lumtur për ju, a janë krenar për ju? Po jemi mikë prit shumë mirë, do me thonë, kur kam shku në shkollë, të shumë shokë më kanë uru, më kanë, do me thonë, pyet si është e gora, si çfarë arrite urime nga shkolla arsimtore gjithë. A keni pasur ndonjë thirrje edhe për vendeve të ndryshme që prap ju të shkoni të garani dikon? Po kemi pos thirrje nga, për shembull, e kemi një gorë në Kanod që do të jetë në Korrek edhe Gosht, ku është një gore anglishtes, po që lidhet me STEM, do me thonë si lidhet gjuha angleze në matematikë, shkenca, teknologji, edhe do të jetë një gorë që kërkojnë goxha brigaditje, edhe shpresojmë që të arrijmë të shkojmë. Si do ta mirëpritni ato, se nuk është edhe lehtë me shku me orë në Kanada me një pagë atje të Kosovës, ose a do t'ju financon dikush, apo do të mundoni me forcat e juve dhe besa dhe me mbështetjen e shqiptarëve tona në mban kudo që janë, me qenë se i ndjekin edhe misionin, është edhe kënaqësi që t'ju ndihmojnë dhe t'ju suportojnë, kështu që si do t'ja bani? Po presim edhe përshpresojmë nga donatorë të ndryshëm, ndash shqiptarët, dhe të tjerë nga gjithë bota që shpresojmë që do të na ndihmojnë, sepse me mundësitë e Kosovës është goxha vështirë me shku në Kanada.
Unë me di, me qenë se kam informacione që prindët tu se nga dy puna i punojnë, vetëm se t'ju suporton juve dhe ta arritni atë suksesin ju ku keni dëshirë. E kështu që me të vërtet është kënaqësi e shqiptarëve tonë që me të vërtet sa do qoftë për ju si që jeni ju talenta edhe jeni shumë të aftësuar edhe për t'ju del një barikad që mës me mujtën me shku është një kobi madhë, por unë lusë edhe Ministrinë e Kosovës, e lusë të gjithë shqiptarët anë në manë kudo që janë që sa do qoftë ju suportojnë, t'ju mbështesin pak edhe t'ju ndihmojnë se me të vërtet është një sakrificë e madhe edhe është një shpenzim i madh që keni nevojë për me ardhen, sidomos Knea Oqeanit është pak më vështirë, se me qenë për Evropë, hajde ja del njeri, po për këndej është pak më vështirë. Kështu që çfarë suksesi ju do të pritni në të ardhmen? Po, besoj që do të morrim pjesë në shumë gora të tjera, shpresojmë, edhe do të arrijmë suksese të ndryshme edhe të reja, do të thonë jo vetëm në shkenca, po edhe në gjuhë, në gjuhën angleze, edhe në shumë fusha të ndryshme. Atëherë, keni për shembull ndonjë mesazh për shokët e juve dhe për kolegët e juve që t'jenë të aftë dhe të aftësohen edhe t'jenë të suksesshëm siç jeni ju një grup i madh. Unë nuk me thonë në një vogël se shqiptarët e tonë janë goxhatashti me njohurinë e inteligjencës, me njohurinë e kompjuterit, e të medjave, këto në gjënë, ne shqiptarët mendjes kemi pritën për me arrit suksese. Çfarë sugjerimi keni ja? Po, sugjerime të thjeshta, domethënë me pas vetbesim, mos me u dorëzu, me ushtru edhe me ja jep 100% çka do të bën. Atëherë do të krena pak në Amerikë. Ju, sa keni qëndru në Amerikë, që keni ardhur në zisara, keni qëndru ka një javë ditë edhe si u ka duk Amerika juve, si u ka duk si vend, keni takuar shqiptar këtu, keni takuar njerëz tanë? Herët e para që kemi qenë në New York, kemi ne dikon një javë qështu, kemi vizitu domethënë New Yorkun, New Jersey, Ellis Island, statujën e Lirisë, domethënë kemi qenë, po ashtu edhe disa universitete ofër New Yorkut edhe New Jerseyt, ku edhe kemi mbajt garën, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Shqiptarët e tonë? Keni kontaktu shqiptarët tonë to? Po kemi taku edhe shqiptarë që kanë qenë atje përmes domethënë të tjerëve që kanë marrë pjesë në garë, që kanë pas familjar atje edhe familjar tonë. Kemi po pak se ç'është jeta e shqiptarëve në Amerikë, po ashtu edhe në Orlando, kemi kalu shumë mirë, kemi nejt më pak se një javë, kemi vizitu një Space Center të NASA-s që ka qenë këto, Kennedy Space Center. Kemi po një rocket launch, domethënë një nisje të një anijes në hapësirë, e kemi po të SpaceX-it, e kemi po live, atë që kemi qenë ato, ku është nisë edhe është kthy në oqean edhe ka rënë në anije. Lumi, çfarë po na tregon ti? Çka ke po ti se ti më shumë ke po se ky po ti vetëm po hesht? Atje në Amerikë më ka pëlqy Universal Studios, ka qenë shumë mirë, ka pëlqy si Disneyland, ka pos loja shumë, edhe jena me këtos shumë. Atëherë do të kthehemi pak prej shodo majicat bardha me një logo, Neo. A na tregon pak për këtë kompani Neo, çka është kjo? Kjo është emri domethënë i garës që kemi marrë pjesë në Amerikë, është Neo Science Olympiad, që është gara që u mojt në New York edhe në Orlando. Këtë vetë domethënë kam pas edhe ka qenë edhe Coding Olympiad, që ka qenë pjesa e AI-it ku kemi marrë pjesë ne, po kështu është emri i garës. Atëherë, besoj që jeni të përgatitur të flasim edhe pak në gjuhën angleze, me qenë se e di që ju e dini gjuhën angleze shumë mirë. Edhe do të fillojmë pak me fort. But guys, I'm very proud of you. You're a very successful Albanian guys from Kosovo. You win here in math and biology and everything. So how was America for you? And then
There almost 20 state in competition with the 300 kids. And then you were the group of Kosovo called Kosovo Global Talent Center. You're all together and you win. And everyone you win. So never happened this in so many years in career, in the Kosovo career, to happen something to win like you guys. What kind of emotion was that? What kind of surprises for you was? It was a great experience. First of all, getting to see the U.S. and getting to visit so many different places. The emotions were, well, there were many different emotions. We felt proud to represent Kosovo, and well, of course, a little bit of stress because we wanted to do good and to get first places and to represent Kosovo in the best way. I know your parents, they're very great parents. They've been insisting to you guys to do the best as they can. And I know that Kosovo Financial, with the work, they are not very good with payments. So how hard was for you guys to travel to come to United States? Because United States is not that cheap. It's very expensive. So what kind of support you guys got? It was actually very hard, especially our parents trying to find a way to get us to come and do the competition, and we, with help from donators, we were able to come and do the competition and get first places. So how was a relationship with another 20 states people over there? There are people from so many different places. How was like a friendship in a short time when in a competition that they want you to say congratulations, you guys are the best? Do you have this type of conversation? Or Yes, we had conversations with very many different countries from all around the world, from all different continents, and we made friends and learned about different cultures, and yeah, it was great. do you guys meet with the people who they are in charge for those groups to say, oh, these kids, they are very good, maybe next year we want them to have them either in China and Japan or in other different countries? Did you have those kind of talk or conversation with them? We met. We had a lot of conversations with the staff of the competition, of the staff of NEO. They wanted to learn about Kosovo and about our culture, and asked us like, how did you guys they were wondering about Kosovo, and yeah, we had a lot of conversations with people from over there. So when is gonna be your next visit? I heard something you're planning to go to Canada, Toronto somewhere, to do another competition. Yes, we are hoping to attend another competition in Canada. It is an English competition where the point of it is to show English and how it correlates with STEM and mathematics and technology and stuff like that. Lumi, I know you're good with the English, so I want to ask you a question. Like, what kind of emotion was when you meet the Prime Minister Albin Kurti? How was nice? Tell me. It was nice. The emotion, it was kind of stressful because it's the Prime Minister. He congratulated us. He asked us questions about the US. You should tell him we need a little bit support. Can you support us? Well, we did, and he said that he will do his best. Listen, with my pleasure, I really want to say I really love people, whoever wants to donate it and whoever wants to help you guys, because I know in Kosovo it's kind of difficult for
two parents to work, and actually I know your parents, they work in almost like two jobs just to support you guys, to see your success. And then even if they supporting you guys, they doing their best, because some people, they trying to support the kids, they didn't work, it's not working. So with you guys, it's very, very big mistake if you don't travel, if you don't go, because you're very talented and you're very good kids. And I'm hoping somebody else who wants to help you guys to donate it. Where they can reach you? Do they need to contact you or organization? How this goes? Well, for the Canada one, we are going alone because we are the only people from Kosovo who qualified to attend. But if they want to contact us, they can through Facebook. We're all on Facebook, Instagram. So for the end, I'm gonna say I wish you the best. I wish you the success. I'm very, very proud of today. I started with you guys, and I was just a 1 month of break, and then looks like I started this new year with a very beautiful, very good-looking kids, very talented kids, and then I wish you the best. And I hope someday it's gonna be hard to reach you guys. You're gonna say, I'm busy, I can't talk to anybody else, because you're gonna be very famous. So thank you very much. It was nice talking to you guys. For you guys always. For you guys always. Thank you very much. Atëherë, pra të nderuar shikues dhe dëgjues, ti se kënaqësia jon me të vërtetë që patëm 2 djem mosha, 2 talenta të Kosovës që me të vërtetë jo vetëm ta, por tërë grupi i Kosova Globe Talent Center kanë shkëlqyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë vite, që kanë ardhen dhe kanë prezantuar talentin e ty, sidomos këto gjeneratat të reja. Mirë mbetëshi dhe mirë ndëgjofshin deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV. Mos harroni të ndjekni në kanalin 39 dhe në kanalin 259 në Nimi TV, ku shikohet anë e banë botës. Mirë mbetëshi.